E diel dashi, e dela të ftontë nga dalësosh ritmin dhe të mos hysh më në debate që nuk të japin asgjë. Ke nevojë për qetësi, por edhe pak për reflektim mbi javën që vjen. Në dashuri, butësia do të vlejë më shumë se forca. Demi, kjo është një ditë e mirë për hati, familje dhe rikthim të gjëra që do të bëjnë mirë shpirtërisht. Një moment i qetë do të të jap energjinë që të ka munguar. Në dashuri, afërsia arritet kur nuk nxiton asgjë. Binjakët, e djela mund të të gjejë mes dëshirës për pushim dhe tundimit për të dalë prapë në lëvizje. Mundohu të gjesh balans sepse mendja jote ka nevojë të shqetësohet. Ndjenja një mesazh i papritur mund të të gacmojë zemrën. Gaforja, të jesh më i ndjeshëm dhe më reflektues se zakonisht. Një kujtim apo bisedë mund të të prek fort, por dhe të ndihmojë të kuptosh më mirë veten. Në dashuri, zemra kërkon siguri dhe jo fjalë boshe. Luani, e djela të jep nevojë për pushim, për pa humbur ndjesinë e kontrollit. Mund të ndihesh pak i lodhur nga pritshmëritë e javës, ndaj mos e ngarko veten me gjëra të panevojshme. Në dashuri, lëre krenarin dhe afrohu më thjesht. Virgjëresha, kjo ditë është e mirë për rend, shqetësi dhe përgatitje të mençur për javën e re. Do ndihesh më mirë kur ke gjithçka nën kontroll, por lër vend edhe për spontanitet të vogël. Ndjenja mos u bëj aq e ftohtë sa të dukesh e largët. Peshorja, e djela të sjell nevojë për paqe, bukuri dhe atmosferë të këndshme. Mund të shmangesh me mençuri një situatë që premton tension. Dashuri, dita favorizon ëmbëlsi, pajtim dhe ndjesi të butë. Akrepi, do të jesh i thellë në mendime dhe më pak i gatshëm për biseda sipërfaqësore. Një vërtet që e ke kuptuar prej kohësh tani po do bëhet e pamohueshme. Në dashuri, ose afrohesh me të vërtet ose distancohesh pa kthim. Zgjetari, e djela është e mirë për të marrë frymë, për të menduar më larg dhe për planifikuar diçka që të motivon. Ke nevojë për horizont edhe kur je duke pushuar. Në dashuri, një bisedë e lirë mund të të afrojë shumë me dikë. Bëjtjapi, kjo ditë të kërkon qetësi dhe rimbushje, ose mbush orarin me detyra vetëm sepse nuk di të rish pa bërë asgjë. Në dashuri, një çast i thjesht por i sinqert do të prek më shumë se fjalët e mëdha. Ujori, e djela sjell reflektim dhe nevojë për pak hapësirë personale. Ke shumë mendime për javën që vjen, por mos harro të jetosh dhe momentin. Dashuri, dikush mund të befasojë me një afrim të papritur. Peshqit, do të jesh shumë intuitiv dhe emocionalisht i hapur. Është ditë e mirë për qetësi, për lutje, meditim apo thjesht për të qëndruar pranë atyre që të bëjnë mirë. Në dashuri, zemra jote ndjen gjithçka, ndaj dëgjoje me kujdes.